Në mesin e shpresës së venitur, boshatisjes thuajse totale të fshatrave të Veriut, ka dhe prej atyre që nuk mendojnë vetëm largimin, por bëjnë gjithë përpjekjet e mundshme për të qëndruar qoftë dhe vetëm si besnikëri ndaj dashurisë për vendlindjen. I tillë është 27 vjeçari Emanuel Pietri, i cili udhëhequr nga dashuria për natyrën, që i vogël filloi të shpërndante foto nga një fshat i harruar i Pukës, siç është Buzhala. Unë fillimisht e kam vazhdu duke ba foto, duke i postu në për rrjetet sociale, fillimisht. Masandaj na kisha dëshirën se zona jeme të bëhet një zonë e vizitueshme, një zonë e njohshme, duke pa zonat e tjera si kishin filluar me marrë zhvillimin e duhur. Vazhdova dhe në temën të puno dhe për zonën teme. I investuar me gjithë qenjen pas pasionit të tij, ai nuk e mohon se dhe ai është të nduar të largohet, por janë vizitorë që shoqëron çdo ditë në shtigje malore apo në lundrime përgjatë liçenit të Komanit, që ja vën në pa pasurinë në mesin e të cilës ai jeton. Me thënë drejtën, opinioni i turistëve atë mba çdo ditë më shumë, mu mundu me punu edhe mos mu largu për këtij fshatit se ju pëlqen shumë. Edhe ato po më japin çdo ditë më shumë kuraja mos me lanë si vend edhe mu mundu me promovu edhe me punu sa më shumë këtë zonë. 27 vjeçari i certifikuar tashmë nga Ministria e Turizmit si guid kombëtare, teksa gjendet në shtigjet malore, në lundrimet përgjatë liçenit të Komanit apo në shpellat që karakterizojnë zonën, thotë se është i kënaqur me të ardhurat që siguron, por po të ishte infrastruktura e duhur, ai është i bindur se do të kishte akoma më shumë vizitor. Gjaja se do kisha dasht me kanë pak ndryshën këtë zonë, paktën kishte rrugë makine edhe urë, sa është i vetmi fshat në krejt pak mos tham në zonën e Veriut se s'ka rrugë makine. Puka ndër problemet me të cilët përballet si destinacion turistik, ka dhe mungesën e njësive akomoduese. Ëndra e Emanuelit është të ketë një të vetën. Do me mlu me bas këtij balkonit, me ba për me njerëzit. Ai po tenton që kullën edhe parve në fshatin thuajse të braktisur me zbukurive natyrore, por pa infrastrukturë, ta kthej në bujtin duke e përmbushur kështu shërbimet që ai ofron në fushën e turizmit. Kjo shtëpi është 4 sa vjet, si s'ka jetu kërkosh në ta. Unë kam pas dëshirën për me punu këtë shtëpi, me ba si ti bujtinet. Faleminderit Zotit ja kam arrit me punun ta, me këthë dirë diku, ka punë shumë. Për momentin i kam 3-4 dhoma si janë pothuajse gati përfunu. Plot ëndra dhe dëshira që e karakterizojnë, duket se janë motivi që e bëjnë të ecë të riun Pukjan në pasionin e tij, i cili nuk resht së ftuari për të vizituar Pukën dhe jo vetëm. Ju baj ftesë si të vini ta vizitojnë, sa është një ndër fshatrat e një ndër zonat më të bukura, se edhe ju premtoj se nuk kanë më zhgënjy, edhe është më bukur sa duket nëpër foto, nëpër video.